Si jeni? Mirë se erdhe. Si ke qenë? Mirë. Si jeti? Si e? Kemi. Qa bë? Mirë. Si e nisi këtë? Unë kam marrë menaxhim biznesi, Po. edhe kam punu për 7 vite në bankë. Pra nga banka ke bujësia. Po. Po banka dhe bujësia janë të pandara në fakt se. Nuk isha rahat në sistemin bankar, mendova që si të bëj një diçka për veten time, si të dalë në natyrë, si mos kem shumë marrëdhënie me njerëzit. Edhe gjeta një ditë të bukur diçka që nuk e kishte asnjë që doja të isha e veçantë. Edhe gjeta mjetrën. Edhe fillova me një sipërfaqe për 7 lymësh. Edhe fillova me këtë. Nga pak pastaj patëm sa probleme fillim fare me nën kontraktorët që na merrnin frutat e probleme të tilla. Derisa arritëm të dalim vetë në treg, të krijojmë një... Krijove markën tënde. Identitetin. Mjedra Ola, Po. mjedrat e Olës. Po. Se gjithë kështu i njohin edhe sot Po. mjedrat e Olës. Mendova që të zgjeroheshim se s'po ja dilnim më tregut, edhe vendosëm të hapim të tjetër këtej, që është 1 hektar, Tash i shet vetëm Shqipëri apo dhe jashtë? vetëm Shqipëri. Në fillim fare kemi qenë eksportues, domethënë s'kam qenë vetëm unë, kemi qenë disa, por kryesisht në Austri, Itali, Gjermani, këto vendet e Europës qendrore më shumë. Ola, a je bo pishman pse hynë e kësaj pune? Ja, Je knaqur. po. Mirë se u gjetëm. Respekte. Si jeni? Mirë, Si kalove? A jeni mirë? Si e? Respekte. Mirë, si kalut? Si. Si jeni? Respekt. Mirë. Si jeni? Si e? Mirë. E kam përgatitur në që dje është i freskët fare. Sfida e bujqësisë tonë për shkak të kushte që kemi, është të mbjellim edhe të kultivojmë produkte të cilat kanë çmim. Qeveria ka gati dhe ti mund të aplikosh, është një program dyfisho biznesin tënd. Pra ti ke arritur deri këtu për të shkuar dyfish në kësaj. Një pjesë e kemi të ndërtuar serën, një pjesë po mundohemi të ndërtojmë serën e re. Kemi ngert pa mrapa me punime, sepse kishin mungesë të lëndës të parë në prodhimin e tubave për harqet. Këtu janë vazat e reja që presim na vinë fidane tjera, që vinë mas 4-5 ditësh nga e Marta. Vinë nga Italia. Kura, po, vinë të tjera prapë. Gjithë kjo është që ne të mundohemi që të mos kemi mungesa në treg, po frutat të jenë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë vitit. Kjo është pra që të mos, domethënë ta konsolidosh ti tregun shqiptar që mos ketë nevojë të vijë konkurenca nga jashtë. Po. E kam praktikuar edhe këtë mënyrën e Nxitjes. vetë vjeljes nga njerëzit. Kam bërë reklam që ai që dëshiron që të marrë fruta Po. me çmime të ulët mund të vijë vetë në fermë. Ju garantojmë që nuk ka prodhim më të mirë mjedre, manafere, do fillojmë dhe boronicën. Po inshallah. Inshallah, pa inshallah, s'kemi ku shkojmë asnjëri. Amin. Ju përshëndesim gjithëve.